Mirë se erdhe. Faleminderit shumë për ftesën, kënaqësi si çdo herë me juve. Tregom çish jemi disponim edhe çish jetë i përjetu këto ditë nxehta para se me dalë edhe me folë për Exporil Kosova. Definitivisht nxehta edhe për Panairin sepse është ai fluksi, ajo vala e punëve, jemi veç pothuajse në përfundim, na kanë mbetë edhe një javë deri në fillimin e Panairit. Fatmirësisht gjithçka po shkon mirë, sa Allah mbush plot, kjo është për neve kënaqësi, kështu që këto ditë të nxehta nuk po i vrejmë shumë temperaturat sepse u bën nxehtë në sallë. Nxehti është e salla. Po flasim për një Panair i cili ka vitin e dytë edhe po duket që në vitin e dytë nuk është që ka mbeti njëjti, por edhe është bua dhe më i madh. Apo flasim për patundshmëri, për materiale ndërtimore, për edhe për krejt industrinë përcjellse. Tregom çish është gjendja atë edhe vetë që salla është bërë nxehtë, po kemi kompani shumë një numër të madh kompanive në cilat fusha janë kompanitë më shumë të cilat po marrin pjesë, edhe çka mund publiku me prit edhe me pa në këtë Panair. Tashmë Exporil Kosova veç që ka marrë primatin e kësaj industrie, si një Panair që ngërthen në vete kompani ndërtimi, kompani të patundshmërive dhe materialeve ndërtimore. E cegët që është edicioni i dytë, kemi risit pafundme në këtë edicion, me vetë faktin që kemi kalu në një sallë më të madhe, për shkak se kërkesa ka qenë më madhe këtë edicion. Kjo tu nisë prej asaj që vitin e kalu me patë një ekskluzivitet në këtë fushë dhe fatmirësisht shkoi gjithçka mirë. Ky vetë veç ka shpërthy me kompani, salla është mbush. Nëse zgabojnë edhe dy vendet e fundit, më zgabojmë nëse veç sot nuk janë mbush nga ekipa e shitjes. Risi ka të pafundme. Këtë vetë jo veç që kemi sjell kompani nga rajoni, po kemi kompani edhe nga Dubai, kemi kompani edhe nga Zvicra dhe nga Turqia. Kështu që siç duket është një fuqi blerëse e shtëpive, banesave dhe materialeve ndërtimore këtu në Kosovë shumë e lartë, nisur nga ky fakt që kemi interesim të kompanive me marr pjesë në një Panair të tillë siç është Exporil Kosova. Pak a shumë çish funksionon kjo lidhja mes kompanive dhe vizitorëve që vinë në Panair, çka zakonisht të prezantohet edhe çka zakonisht marrin vizitorët prej kompanive të cilat janë prezente në Panair. Realisht në Exporil Kosova është një zinxhir i kompanive, qoftë ato që shesin banesa, qoftë ato që ndërtojnë shtëpia, qoftë ato që ofrojnë materiale ndërtimore. Kështu që është një zinxhir i tërë, jo vetëm që ofrohet për vizitorët, po edhe në mesin e këtyre kompanive bëhet një farë rrjedhëzimi, të cilët më pas edhe krijojnë kontakte, krijojnë network brenda për brenda dhe e ndihmojnë njëri tjetrin për me u rritë si kompani. Pastaj vizitorët normal që e kanë një vend të vetëm ku mund t'i gjejnë të gjitha ofertat, qoftë në Kosovë, qoftë në rrethin dhe jo vetëm. Ofrohen oferta ekskluzive, qoftë në shitjen e banesave, shitjen e shtëpive, shitjen e materialeve ndërtimore, kështu që është një pikë Panairi ku vizitorët kanë të mira të pafundme. Nuk kanë nevojë, sidomos diaspora, që është një fuqi blerëse, tani më na veç e dim që ata janë fuqi blerëse e madhe e banesave, qoftë në banesa që janë prej Bregdeteve, sepse kemi kompani edhe nga Shqipëria ku kemi komplekse interesante edhe nga pjesa e Bregdetit, qoftë në Kosovë, po fatmirësisht këtë herë kemi edhe kompani të ndryshme nga Evropa që ceka më herët Zvicra, Turqia, Dubai, kështu që sa vinë në Kosovë diaspora për shembull edhe e shpenzojnë kohën të për një kompanien tjetrën të pasi që ka po ofrohet oferta për banesa, është një vend ku munden pikrisht arsyeja pse e kemi organizu Panairin në fond të korrikut është sepse edhe pritet me pas një fluks të diasporës. Dhe jo vetëm për diasporën, po edhe për vetë kosovarët edhe për vetë kompanitë që janë në Kosovë, ju bëjmë thirrje me ardhë me vizitu Panairin sepse kanë çka me pa, kanë çka me marr prej Panairit. Po flasim për kompanitë të cilat vinë edhe nga Shqipëria, po flasim edhe ato nga Zvicra, po flasim edhe ato nga vende tjera të Evropës, por edhe nga Dubai. Janë më shumë kompani si investitore të cilat kanë ardhur me investu në Kosovë, kanë projekte që i zhvillojnë edhe në Kosovë, apo janë projekte që i zhvillojnë në Zvicër dhe pastaj qytetarët e Kosovës kanë mundësi investimi edhe jashtë vendit, për shembull me dashur me investu në Zvicër ose si rastet e pronave në Shqipëri ose kompanive që vinë nga Shqipëria që kanë prona në Bregdet ose në vende të tjera. Është një laramani këto, që kjo është e bukur e Panairit sepse kemi kompani që kanë projekte në Kosovë,
Kosovë dhe janë jashtë Kosovës. Ka kompani që janë prej Kosovës dhe kanë projekte në vende tjera, kështu që është një laramani dhe këtu është e bukura sepse edhe është kjo ngërthurja e kompanive ku edhe mundesh mi pa me projekte në Kosovë, po edhe jashtë Kosovës. Kështu që në një vend i kemi të gjitha. Do thotë zgjidhëmer. A sa është e vështirë për investitorë ndërkombëtar me i bindë për me ardhur në Kosovë? Në fakt, aty janë disa faktorë, mos të lëshohem në pas në këto termat që janë ose procedurat e investimeve, po shihet me vetë faktin që shihet një interesim i madh dhe ka fuqi blerëse, atëherë edhe për ata është në interes të biznesit, kështu që po shihet që përderisa është kërkesa e madhe, atëherë edhe ata po i gjejnë rrugë të investimeve dhe po investojnë në Kosovë sepse e shohin që është interes kogja i madh. Një tjetër interes që kishme qenë për qytetarë është që gjatë këtyne 3 ditëve të panajirit, 24, 25 dhe 26 korrekt, me shku në për panajire, zakonisht kur shkon në për panajire kemi oferta shumë të mira dhe kemi çmime shumë të lira. A ka me pas prej saj dini jo prej kompanive pjesëmarrëse, a ka me pas oferta ato cilat vlen vetëm për këto 3 ditë brenda panajirit për ata qytetarë që vizitojnë panajirin edhe që mujnë ndoshta brenda panajirit me marr një anën prej ofertave që i bën shumë më lirë se me marr mas këtyne ditëve mas panajirit. Definitivisht kjo është një prej kampanjave që jemi aktualisht u mundu me targetu audiencën që kemi oferta ekskluzive, mos fillojmë tash këtu me bë marketing për secilin kompani sepse mund me ndodhë që edhe ndonjërin prej tyre e haroj, po edhe kanë pas qef apo e kanë shpreh gatishmërinë me rujt ekskluzivitetin edhe me shpalos ofertat në panajër, padyshim ka me pas ofertat pafundme, ka me pas oferta super të mira, kështu që me vetë faktin që janë mbi 50 kompani pjesëmarrëse në panajër, kemi me pas qindra oferta në një vend për të gjithë vizitorët. A ka naj po themi janë dikon mbi 50 kompani të cilat janë pjesëmarrëse në panajer, po a ka naj kështu eksponent i cili i këshyr kompanitë edhe cilësinë e kompanisë, cilësinë e punimeve të kompanisë para se me bo pjesëmarrëse në panajer. A ka panajirin mendësi të tillë të cilën për shembull e shikon njëherë punën e kompanisë, e këshyr edhe për cilësinë, që me ditë se nëse vjen mu prezantu në panajer, me ditë që po jap cilësi tek ata qytetarë të cilët dojnë ose janë të interesuar me marrë shërbime për asaj kompanie. Definitivisht po PR Solutions edhe Modesti 2 kompani organizatore të panajirit e bojnë një skenim apo sepse na munduemi në radhë parë si kompani që jemi në fushën e marketingut dhe organizimit të eventeve, dojmë edhe me rujt imazhin e kompanive tona fillimisht e pastaj edhe kompanisë tjera të cilat janë pjesëmarrëse të panajirit, dëshirojmë ta kenë një imazh të mirë. Në momentin që neve që kemi një kontratë me cilën do prej kompanive apo bizneseve që janë pjesëmarrëse, ne i shohim që janë biznese serioze, kështu që i kemi edhe na disa kritere paraprake të cilat nuk dëshirojmë pas ndonjë kompani që ka ndoshta një të kaluar jo të mirë, një imazh jo të mirë, sepse ne në radhë parë e ruajmë imazhin e kompanive tona, e pastaj dëshirojmë që në kuadër të aktiviteteve tona të cilat ne i organizojmë, të kemi edhe kompani të cilat e kanë një background të mirë. I kemi disa kritere bazë, jo sa i përket cilësive të ndërtimit, sepse ne nuk i kemi brenda për brenda ekspertët, ne jemi në një fushë organizative, po megjithatë mundohemi me rujt një imazh të mirë të vetë eventeve dhe vetë eventit të Expo-Rillit, e po ashtu edhe të kemi kompani të cilat janë serioze. Pastaj kur vjen të puna të seriozitetit, ne nënshkruajmë një kontratë dhe aty shohim që është një kompani e regjistruar, e ka një të kaluar, është biznes funksional, kështu që këto janë disa kritere, pastaj në momentin që veç fillojmë me kampanjën e i shohim edhe në tashmë në rrjetet sociale, po i shohim imazhet e të gjitha kompanive, edhe një background. Kështu që është edhe një pikë referente kjo puna e rrjeteve sociale, ku neve që kemi një pasqyrë se çka publikojnë, ku po operojnë, cilat projekte, pastaj aty ishe edhe komentet e klientelës së tyre, kështu që mendojmë që kemi kompani serioze, kemi ndër kompanit më të mëdha, po ashtu edhe të Shqipërisë. Jo vetëm kompani serioze të Kosovës, po edhe ato që i kemi nga Shqipëria janë në top 5-shën e parë të kompanive, të cilat kjo tregon që me vetë faktin që janë kompanit më të
të mëdha, janë edhe kompani serioze. Tregom mënyrën e funksionimit të panajirit, si vjet tha që e keni marrë një salë edhe më të madhe, po flasim për qendrën tregtare Prishtina Mall, ku ju do të jeni me lokacion gjatë këtyre 30-ve të festivalit, po si funksionon edhe në çfarë periudha kohore mujnë qytetarët me ardhë dhe me vizitu panajirin, kur do të jetë i hapur, deri në sa ora do të funksionojë, deri në sa ora kanë mundësi me ardhë qytetarët edhe me qenë pjesë e festivalit. Panajirit. Exporil Kosova dyert i hap në ora 12:24 korrekt dhe është i hapur deri në ora 9 të darkës. Kështu rrjedh për 30 randasi. Arsyeja pse kemi ardhur deri te kjo paterna e premtë e shtunë e diel për shkak se me ja mundsu të gjithë vizitorëve, qoftë ata që janë në punë, qoftë ata që nuk kanë ndonjë angazhim, pra të kenë mundësinë të gjithë. Arsyeja pse vazhdojmë pas dite, domethënë prej orës 12 deri në 9 të darkës, sepse vetë qendra e ka një fluks më të madh vizitorëve dhe kështu që dëshirojmë që edhe panajiri të ketë një fluks më të madh. Të shfrytëzojmë këtë fluksin e qendrës, shto atë tjetrën që ne vazhdimisht edhe kjo përmes mediave, qoftë përmes rrjeteve sociale, në mënyrë të vazhdueshme po bëjmë thirrje për vizitorë, sepse e bukura e panajirit është kemi vizitorë sa më shumë. Përveç stendave tradicionale të cilat janë si pjesë e panajirit, apo më pas në aktivitet tjetër interaktiv gjatë kohës që është panajiri? Po, definitivisht e kemi një agjendë të cilën do ta bëjmë publike ditën e hënë dhe tregojmë se gjatë gjithë ditës çka do të cilat aktivitete do të realizohen. Kemi shpalosje të projekteve për herë të parë në Panajër, të cilat do të publikohen dhe janë ekskluzivitetin e Panajër. Do të kemi po ashtu edhe pjesën e panelistëve, ku kemi me pas ekspert me temat të cilat ndërlidhen në fushën e ndërtimit kryesisht, dhe do të diskutojmë tema interesante të cilat që e tha Durimi më herët sa i përket cilësisë së ndërtimit, të ardhmës në këtë industri, do të ketë ekspert edhe nga jashtë kompani që janë prezente, po kanë me qenë kryesisht ekspert fushës, qoftë inxhinier të ndërtimtarisë, qoftë inxhinier të arkitekturës, dhe këtu kemi vendos përmes këtyre panelistëve, përmes këtyre temave të cilat do të diskutohen në temë, t'ja japim edhe një vlerë këtij panajiri. Jo vetëm të jetë panajir komercial, promovus, por tjetë një panajir ku ne përmes këtij panajiri tregojmë edhe vlera, tregojmë cilësinë ndërtim, tregojmë se cilat janë projektet evropiane aktuale në përbot, tregojmë se cilat janë mega projektet që po zhvillohen në Kosovë e kështu me radhë, pra janë temat të cilat do të diskutohen kryesisht në fushën e ndërtimit, patundshmërive dhe materialeve ndërtimore, që kjo edhe është fusha e këtij panajiri. Prej vitit kalum, a keni mujt me pas numra të vizitorëve, edhe a pretni që numri i vizitorëve gjatë këtij panajiri, edicionin 2, me qenë më i madh se vitin e kaluar? Pa dyshim që po, me vetë faktin që kemi ma shumë kompani në këtë edicion dhe me vetë faktin që kemi kalu në një salë më të madhe, edhe pozicionimi i salës është më interesant, konkretisht është sala afër Intersportit, të tregoj ashtu një rrugë prej hyrjes lindore, ku aktualisht edhe veç i kemi publiku një video ashtu që tregon rrugën deri në Panajër, por ka me qenë diçka pak më interesant se sa vitin e kalum. Po ashtu, ta cek që edhe vizitorët ne flasim me shifra të Prishtina Mallit, kështu që këtë vit presim që ndoshta mos të ngutem tash, por do t'i kemi faktet edhe pas Panajirit, ndoshta në Panajir presim rreth 50.000 vizitorë t'i kemi. Do të thotë 50.000 ka qenë numër i madh. Çka pretni me çka cilësoni si sukses absolut në përfundim në mbrëmjen e 26 korrikut është përfundu Panajiri, çka e cilësoni jo si një sukses absolut në sytë e PR Solution? Tash më veç po më shtyn me shpalos pikën e agjendës fundin që e kemi. Në fund e kemi një koktat që kemi me organizu dhe si sukses do ta cilësojmë kompanitë të cilat do të zotohen aty për aty që do të marrin pjesë edhe në edicionin e ardhshëm, në edicionin e tretë. Kështu që kjo tregon që
nëse një X kompani ka qenë e kënaqur për 3 ditë radhazi në Panair, do të nënshkruaj apo do të zotohet sepse do të marr pjesë edhe në edicionin e tretë dhe kështu që ne kemi me ofru një zbritje për ato kompanitë të cilat do të zotohen se marrin pjesë në edicionin e radhës për vitin 2027. Domethënë sa më shumë kompani që ka parametri i suksesit. Definitivisht po. Edhe vitin e kalum e kemi pas pothuajse e kemi ndjek një rrugë të tillë, kështu që këtë vet kemi vendos ashtu në skenë me organizu në pjesën e koktelit, me i tregu emrat e kompanive që zotohen se do të marrin pjesë edhe në edicionin e tretë të Expo Real Kosova. Kështu që kjo është një nga pikat të cilat për neve është mate. Përveç kësaj, kemi pa edhe në edicionin e kaluar që në fund e marrim edhe një feedback prej secilës kompani dhe në rast se shohim qysh kemi pa edicionin e kaluar që do të nënshkruan marrëveshje mes tyre për bashkëpunim, kjo është ekstra një faktor mas i suksesit të këtij panairit dhe padyshim e thatë edhe jo, numri vizitorëve për neve është një sukses, cili do të presi, mendojmë që do të jenë numër kogja i madh. Për fond, cila kish me qenë ftesë drejt për drejt që kishte dashur me apo krejt aty në që po na dëgjojnë edhe ata që kanë me pa këtë video më vonë. Mesazhi shumë i shkurt, nëse keni vendos me ble një banesë, keni vendos me ble shtëpi, apo keni vendos me ndërtu shtëpi, e janë vizitojeni Panairin sepse i keni të gjitha në një vend dhe ju përveç kësaj keni me pas oferta ekskluzive vetëm në Panair. Perfekte. Sheke, faleminderit shumë që ke gjetë kohën edhe që je pjesëmarrëse këtu në Afternoon Delight. Kënaqësi me diskutu me ty si gjithmonë edhe po shpresoj që ky vit i këtij festivali me qenë me të vërtetë i suksesshëm ashtu siç edhe keni planifikuar dhe me shku sipas paramendimeve të juaja. Faleminderit shumë për ftesën, kënaqësi si çdo herë dhe shihemi besoj në Panair.